Gjatë dimrit është një fenomen shumë interesant tek bletët. Se çka ndodh dhe kur formohet lëmshi dimror. Edhe e formojnë një çfarë lloj rrethi ose topi. Bleta në brenda krijon temperaturë termike deri në Dhe ta bëjmë maqen. Dhe temperatura pas 5 minutave na ka arrit. Edhe ta vrejmë se si do të jetë temperatura pas ca minutave. Sepse gjatë dimrit bletët halil një kuriozitet, nuk kush nga ju e di se sa ka ndjeshmëri bleta ndaj temperaturës. Po është edhe një pyetje. Po? Mirë, pajtim. Në rregull, po këto bletët brenda lëmshit, a marrin frymë? Atëherë, përshëndetje të nderuar miq të kanalit tonë Bletaria Shqip. Ne po fillojmë dal nga dal edhe me paraqitjen e episodave të reja në vitin 2026, pas përfundimit të një cikli të suksesshëm siç ishte kalendari i bletarit. Ne po him në një fazë tjetër që ka të bëjë me biologjin e bletës dhe po futemi dal nga dal në brendësinë e bletës për t'ju treguar disa mrekulli apo fenomene që ndodhin brenda kosherës. Tema e sodit, cilën e kemi përzgjedhur për t'u paraqitur para juve, është termorregullimi, që ka të bëjë me rregullimin e temperaturës brenda kosherës gjatë muajve të dimrit. Kjo pajtim bleta nuk ka kalendari, nuk orientohet në bazë të kalendarit, mirë po ajo orientohet në bazë të sinjaleve që vijnë nga natyra. E cilët janë ata sinjale? Në momentin kur dita fillon të shkurtohet, në momentin kur temperaturat bien, atëherë fillon gradualisht edhe ulja e nektarit dhe është sinjali që bletët duhet të përgatiten për dimrim. Gjatë dimrit është një fenomen shumë interesant tek bletët. Bletët gjatë verës mund të jetojnë deri në 4 deri në 6 javë. 6 javë. Kurse dimrit është shumë interesant. Ata jetojnë deri në 6 muaj. Është edhe kjo paralelisht 4 deri në 6 muaj. Po, 4 deri në 6 muaj, kjo është një mrekulli e veçantë. Si ka mundësi, domethënë ata të mbijetojnë dimrit në temperatura të ulta dhe për më shumë kohë. Deri në -20 s'ka problem. Kjo është mrekullia. Ata fillojnë të formojnë lëmshin e tyre. Ashtu. Dhe lëmshi i tyre ndahet në disa faza ose disa rende. Rendi i parë, të tregalisht se për bletarët fillestar, sepse videot e tona e dini se i referohen më shumti bletarëve të ri, bletarëve fillestar që dojnë të mësojnë diçka të re për bletë. Kisha nisën prej të muaj gusht, shtator dhe tetor. Urna. Kemi thonë në për shumë epizoda se gjenerata e muajit gusht, gjenerata e muajit shtator, varësisht nga zona ku jeni, po ashtu edhe tetori, derisa ka pjellje, këto gjithë unë e thëmë shpesh shkojnë në finale, ose në dimër. Domethënë ato janë ushtria kryesore, të cilat e përcaktojnë kalimin e dimrit të një koloni. Pasi të kalojnë këto muaj, dal nga dal mbretëreshat, siç tha dhe Halili, me uljen e nektarit, polenit dhe gjithë vlerave ushqyese që vinë në koshere, kolonia edhe ndalon pjelljen. Domethënë kjo si rezultat që mos të bëjnë konsumim të ushqimit. Është një farfaze ku mbretëresha e ndalon pjelljen. Tek ne në zonën ku jemi, në Maqedoni, respektivisht edhe Kosova, Shqipëria ndalon pjellja diku më vonë, siç kemi kontaktuar me kolegët, diku nga muaji dhjetor. Domethënë mesi i dhjetorit, kurse tek ne mund të them në fillim të nëntorit. Është një dallim jashtëzakonisht i madh. Një muaj e më tepër, domethënë ky proces. Kjo është edhe tema jonë se si po mbijeton një koloni në temperatura ekstreme të ftoktit, edhe pse tash nuk po kemi, por se në vendet më të ftokta, ku është temperatura edhe në -15 ose -20, një insekt aq i vogël, po jashtëzakonisht i organizuar, po e kalon dimrin e ftoktë. Alil ti vetëm se fillove ta shpjegojsh se çka ndodh dhe kur formohet lëmshi dimror. Si janë ato etapat, nëse ke mundësi, me na dhon disa informacione. Më thonë, në momentin kur ajo merr sinjalin nga ambienti i jashtëm se vetëm kanë filluar temperaturat të ulën,
Do me thonë fillojnë gradualisht të grumbullohen në lëmsh ashtu siç e përmeni pajtimi. Po ç'është lëmshi? Lëmshi ndahet në, kisha me thonë, disa kategori ose disa rende. Rendi i parë që është edhe në gjuhën angleze ose në atë shkencore, thuhet manteli i bletëve, manteli i lëmshit. Ose izolusi. Ose në gjuhën shqipe mund lirisht të themi izoluesit e lëmshit. Si veprojnë ata? Ata veprojnë në këtë mënyrë, duke u bashkangjitur krah për krah njëri tjetrit dhe e formojnë një çfarë lloj rrethi ose topi që madhësia e saj mendohet që është përafërsisht gati sa një top i basketbollit. Parsisht nga fuqia e kolonisë, mirë po qëllimi është që ne, domethënë në rendin e parë, emrin e ka bletët izoluese ose në gjuhën internacionale siç njihet manteli. Pastaj këto në rendin e parë janë bletët pak më vitale, më të fuqishme, cilët kanë mundësi ta izolojnë domethënë lëmshin. Pas bletëve izoluese ose pas bletëve ashtu siç e cekëm që janë në gjuhën shkencore që njihen manteli, fillon më në brendësi të ketë bletët e ngrohtësisë, si thojnë. Ata bletë cilët krijojnë energji brenda bërthamës së lëmshit. E ata bletë janë pak më vitale që nëpërmjet të vibrimit të muskujve fluturues ata krijojnë një nxehtësi për ta ruajtur lëmshin në brendësi. Mu në thelb ose mu në atom, kisha thonën, aty qëndron në qendër qëndron mbretnesha. Mbretnesha qëndron aty me qëllim që ta ruaje zhvillimin e gjeneratave të tjera. Që do të thotë se gjitha këto bletë, domethënë, sakrifikojnë në një çfarë mënyre, qoftë për energji ose qoftë si izoluese, për ta mbrojtën trashëgimtarën ose prodhuesin e gjeneratave të tjera që është në këtë rast mbretnesha. Pastaj aty brenda në lëmsh ka temperaturë. Temperatura e cila mund të jetë pajtim? Temperatura zakonisht pa pjellje, kur s'ka pjellje fare, brenda lëmshit, temperaturat domethënë qëndrojnë 18 deri në 22 gradë Celsius. Më poshtë nuk bien. Kurse në skaje të lëmshit ose në skaje të kosherave, temperatura mund shkojë deri në 8 gradë. Domethënë e kam fjalën në pjesën e mantelit. Deri në 8 gradë, sepse deri në këtë gjendje bletët janë në gjendje lëvizshmërie dhe më qarkullimi. Për ata edhe është e ruajnë këtë temperaturë. Kurse nëse kemi pjellje, temperatura brenda lëmshit është dikon 35 deri në 36 gradë. Siç e dim, sepse pa këtë temperaturë nuk zhvillohet edhe pjellja. Halili më herët tha se bletët duke vibruar me muskujt fluturues krijojnë nxehtësi, duke ngrohur vetëm pjesën e trupit dhe jo komplet bleta, sidomos pjesa e abdomenit ose pjesa e barkut. Nuk ngrohet fare. Kjo është një mrekulli në vete. Këto mund t'i shihni edhe disa foto, të cilat janë bën me pajisje speciale, ku po shihet një bletë e cila ka ngrohur vetëm trupin dhe jo barkun. Barkut i nxjerrin sikur jashtë ose, më thonë, i drejtojnë ka pjesa e mantelit. Vetëm kokat i vendosin në afër lëmshit. Temperatura, sipas një studimi, në qoftë se ngritet, shpeshherë ka ndodhur në bazë të disa studimeve që i kanë bërë, ka shku temperatura deri në 45 gradë. Ishte në fund një fakt shumë interesant që e lexova kohën e fundit. Bletët bën një farë hapësire ose e japin mundësi që temperatura dale jashtë lëmshit. Sepse, domethënë, aq kanë fuqi, domethënë bletët krijojnë nxehtësi. Një kuriozitet shumë interesant i krahasueshëm e kanë bërë se bleta në brenda krijon temperaturë termike deri në 20 watt. Bletët më të vogla krijojnë 20 deri në 30 watt energji, kurse bletët shumë të fuqishme, sidomos me pjellje aktive, krijojnë deri në 60 watt, domethënë energji termike.
Është një kuriozitet shumë interesant. Shumë interesant. Po për këtë këto, neve me pajtimin jemi munduar që t'ua paraqesim edhe praktikisht në mënyrë vizuale që ta shihni se si ndryshon temperatura gjatë natës me anë të makjeve cilët i kemi bën në mbrëmje. Ashtu. Edhe e kemi vërejtën se teoria përputhet komplet me atë që neve e kemi bën edhe praktikisht. Pra mund ta ndjekni edhe insertin, cilin e kemi bën në parkun e Bletës. Atëherë të nderuar miqë, ne po vazhdojmë edhe me pjesën praktike për t'ua dëshmuar juve temperaturën e lamshit e cila gjendet brenda kosherës. Ne maqen do ta bëjmë me anë të këtij instrumenti termometër, cilën do ta realizojmë në mënyrë praktike në kopshin e bletarisë në ora 21:15 minuta. Natën kemi orë special për juve që edhe në mënyrë direkte ta ndjekni se si do të jetë temperatura brenda kosherës. Fillimisht do ta masim në skanj të lamshit, pastaj do ta fusim instrumentin në thellësi të bërthamës së lamshit dhe ta vërejmë se si është temperatura brenda lamshit. Shpresoj që Temperatura jashtë Alil sa është? Temperatura jashtme për momentin e kemi 8.6 gradë Celsius. Telefoni po më tregon se është 7. Po çish do kohë, domethënë 8.6. Mirë. Më thonë temperatura jashtme është 8.6. Nuk është minus? Lagështi ka, për shkak se ka pas të rreshura. Shohpi se si do të jetë brenda kosherës situata dhe gjendja. Vazhdojmë në mënyrë të kujdesshme të hapim kosherën që mos i shqetësojmë shumë dhe ta bëjmë maqen në skanjë të kosherës. Ali vetëm aty futen qosh. Apo s'ke mundësi? Pak. Do e gjejmë mundësinë. Mbyllë. Dhe mbyllim dhe presim. Pauz videon. Temperatura Alil thave se ishte 8.6. Tani ka filluar rritja e saj. Pas disa minutave do të kemi mundësi që të vrejmë temperaturën e saktë. Dhe temperatura pas 5 minutave na ka arrit 29.3. Alil, diçka e çuditshme po ndodh si duket e kena godit lamshin. Ose të paktën skajnë e lamshit, sepse nuk ka mundësi në skajt e kosherës temperaturat të shkojnë në 29. Sigurisht duhet të jetë dikon nga ka blet ose siç përmendëm më herët në godita pjesën e mantelit. Pjesën izoluese të lamshit. Jo bashkëbërthamën, po jo. Pjesën. Kjo një, domethënë tregues shumë i mirë sepse kjo temperaturë e lartë tregon se kolonia domethënë edhe ka qiell. Me siguri. Po ta fusim në lamsh, temperatura mund të jetë 35 gradë. Ta hapim ngadale. Prej kur sa është e hap kjo koloni Alil? Kjo koloni nuk është hapur prej muajit tetor, paraforsisht. Po sigurisht kena godit në lamsh. Me shumë kujdes. Më herët nuk po mblet aktive. O, po. Mashallah. Ja. Po ta fusin më thonë më thellë këtu. Më thonë shifeni në mbi korniza temperatura në ka shku gati 30 gradë. Po ta fusin më thellë, më thonë temperatura do të rritet. Po. Perfekt. Alil, po ka është skajnë dhe pableta, mund të shofi hape pak më he. Kolonia duket mashallah. Shifin edhe ju. Është dashur e në të skajnë fara që me për ta mot, për ta pas sakt. Alil, a ke mundësi me fut, domethënë lamsh? Ta provojmë. Bëj pa kapakën? Ta provojmë. Shpresoj që të mundemi. Kena më një shqetësim, lamshi nuk është, domethënë, i izoluar mirë, por është se temperaturët nuk janë minus. Janë temperatura ku bletët, më thonë, i mundësohet lëvizje. Po. Dhe ta presim vetëm 1 minutë, shumë se do të ketë ngritje, me shumë kujdes. Pas 10 minutave Alil shohim. Faktikisht me fuqen, ashtu siç e pat edhe ju, me fuqen e sondës më në brendësi të lamshit, paraforsisht tek bërthama e lamshit, e pjelljes, po dëshmohet se temperatura
deri në këtë moment ka arritur 34.7, që ka do të thotë se është arritur qëllimi i temperaturës, e cila është edhe në mënyrë teorike e paraqitur për shumë hulumtime shkencore që janë banë në për universitetet të ndryshme. Faktikisht është 34.8. 34.8. Pjell thotë se prezente. jo, ende është duke lëviz. Po. Ende është duke lëvizur, mirë po Qëllimi jon u arrit. Dëshim domethënë ta dëshmojmë eksperimentin me këtë lloj me fakte. Faktikisht me fakte. është. Po Ali, do të mosim një skajnë të një këshire. Patjetër. Ja. Edhe pse kishim për qëllim 35. Definitivisht 35. Fiks në pjell e kena Do të goditur. thonë pjell në bërthamën e Lomshit. Në bërthamën e Lomshit. Këto bleta do të mbledhim, do t'i fusim sepse kanë shumë rol të madh, që mos të humben në këtë kohë dimri që jemi. E morëm një koshire tjetër, shpresojmë që s'ka mos kemi bleta, e kontrollojmë paraprakisht që mos na ndodhet si në rastin tjetër. Po janë shpërndar. Janë të shpërndarme edhe këto, po ne do ta fusim mund s'ka këto Ali fut. Ja këto. Këto do e fusim. Edhe ta vrejmë se si do të jetë temperatura pas ca minutave. Ta bëjmë një krahasim. Sa në momentin 9.3. Dhe temperatura pas 2 minutave dikun ka stagnu në 11.9. 11.12. 12. Po, 12. Ashtu edhe është edhe teoria. Po rritet shumë ngadal. Aty është, aty. Domethënë temperatura është 11.5 deri në 12 gradë Celsius në këtë koshere, në skajat e kosherës. Edhe pse temperatura për momentin është e butë. Po, është mjaft e butë, nuk janë temperaturat minus. Dhe normalisht që mund të ketë edhe ndryshim temperaturës edhe brenda kosherës, çka do të thotë se po të ishin temperaturat minus, sigurisht se kjo do të stagnonte në 8 deri në 12 gradë Celsius, por këtu po e vrejmë se është 12.5 dhe aty ka ndërprej. Domethënë qëllimi është arritën. Pra të nderuar, ju i pat edhe insertet të paraqitura në mënyrë praktike në kopshin e bletarisë, ku pjesa teorike e cila u diskutua deri më tani dhe shumë hulumtime që janë bënë për universitete të ndryshme, punime shkencore në lidhje me këto tema, përputhen pik për pik me ata eksperimentin të cilën neve e realizuam brenda parkit. Domethënë temperaturat janë eksakt të njëjta. Tani, pajtim, shtrohet pyetja, mirë, këta po krijojnë nxehtësi. Po. Mirë po, nga po e marrin këtë nxehtësi, kush po është ai element cilët po ja mundson bletës të japin këtë energji. Pa dyshim se kjo është ushqimi bazë e që është mjalti. Më thonë, mjalti është një produkt i cili i mundson bletës për të dhënë këtë lloj nxehtësie brenda lomshit. Shtrohet pyetja, mirë, këto bletat izoluese apo bletat e mantelit, a thua vallë, duhet ta sakrifikojnë jetën e tyre për lomshin brenda? Sigurisht që jo. Ja. Për shkak se në momentet kur ata marrin sinjale ose e ndjejnë se një blet është më e ftoftë në pjesën e izoluese, ka filluar të ftofet shumë, fillon lëvizshmëria ose ndrrimi i roleve nga pjesa e jashtme, ndrohen me ata bletë që janë më në brendësi, edhe kështu, domethënë bletat e mantellit futen në bërtham dhe bletat që ishin në bërtham dalin jashtë dhe nuk humb rendi. Kjo Ruhet nxehtësia. patjetër që ruhet nxehtësia, por ama nuk ndodh në mënyrë kaotike. Nuk ndodh në mënyrë urdhërore. Ashtu s'ka Për urdhër. shkak se nuk vjen urdhëri nga mbretnesha me thonë, ej, ta shuftofe ti hin, ti dyl. Jo, S'ka. ata në mënyrë të rregullt, ose në formën e instiktit, ose në formën e instiktit të frymëzuar nga krijuesi, e që vetë krijuesi në ajetin kuranor ku flet për bletën na thot dhe ne i frymëzuam ata. Do të thotë që bleta në mënyrë të frymëzuar nga krijuesi e bën rolet e tyre në momentet të caktuara. Po shpesh herë na kanë pyetur neve dhe na kanë thonën a duhet t'i ushqejmë bletët gjatë kësaj periudhe?
sidomos tu vendosin pagaçe Pa. ose kulaç, varësisht nga zona si e Çfarë quajnë. pajtim? Halil, në bazë të ullumtimeve shkencore dhe përvojës së bletarëve, nuk lejohet të vendoset ushqim me proteina përderisa ka mjalt brenda. Në qoftë se bleta rrezikon për vdekje, atëherë lejohet, sepse ti e shpëton e nxjerr nga dimri. Po përderisa ti ke rezerva të mjaftueshme, mjalti, pse ta vendosësh ushqim mbi korniza, e para e punës ajo mund të shkaktojë diarre ose barkqitje tek bletët, sepse gjatë dimrit bletët, Halil, një kuriozitet, nuk dalin jashtë. Nuk kanë jashtëqitje, kjo Nuk është ka mrekullinë vetë. Po. Domethënë gjatë 6 muajve pajtim faktikisht bleta nuk del fare jashtë Konkretisht në lëmshin dimror. në lëmshin, po. Prandaj nuk lejohet ushqim me proteina, po kur na lejohet vendosim pagaçe, të cilat shërbejnë edhe për lloj nxitje, pjellshmëri tek mbretëresha. Kur fillojë të vjen nektari, secili e di kur ka lulëzime, kur fillon të vjen poleni, fillon nga pak nektar, dikon nga mesi i marsit, kisha thonë, ose fundi, varësisht nga zona ku jeni. Kur bleta vese mo ka fillu t'i bojnë lëvizjet dhe pjellshmëria është rrit tek kolonia. Një pyetje tjetër, kur fillon mbretëresha të lëshojë vesë? Domethënë gjatë periudhës së dimrit. Shkencëtarisht dhe me fakte është vërtetuar se mbretëresha vezët e para fillon të lëshojë nga java e dytë e janarit. Domethënë nga mesi i janarit ose fundi i janarit, varësisht çfarë zoni jeni, çdo herë po e përmendi sepse këto sende që i flasim nuk janë eksakte të sakta për çdo zonë, definitive. Më thonë, por në përgjithësi informacionet që janë, sepse nga fundi i janarit vetëm mbretëresha fillon ta lëshojë dikon nga sa kjo pjesë e dorës. Sa një pllombe dorë. Sa një pllombe dorës, profersisht, varësisht nga fuqia e kolonisë dhe fillon duke u zgjeru që të hyjë në sezonin e ardhshëm. Kush nga ju e di se sa ka ndjeshmëri bleta ndaj temperaturës, ose sa është senzori i fuqishëm për t'ja ndje sa gradë po lëviz temperatura? Është një fakt shumë interesant se bleta e ndjen edhe kur temperatura bie jo gjysmë gradë, por 0.25 gradë Celsius. Aq janë të fuqishme, si shta edhe më herët Halili, gjatë izolimit të lëmshit, bletët izoluese në atë ndjeshmëri aq të vogël fillojnë dhe të lëvizin njëra me tjetrën, brenda dhe jashtë. Në videon më poshtë mund ta shihni një video që është vënë në temperaturë -15 gradë Celsius, e incizuar me kamerë dikun 5-6 orë, por video është e shpirtuar në 1 minutë. Supozoni tash, kjo është domethënë pjesët që po i ndjekni këtu, se si bletët domethënë bojnë ndrrimin e tyre gjatë lëmshit dimror. Në temperatura -15 është kjo video më poshtë. Halil, unë mendoj se i përket lëmshit, këto informacione janë të mjaftueshme? Po është një pyetje. Po? Mirë, pajtim. Në rregull, po këto bletët brenda lëmshit, a marrin frymë? Sigurisht. Po numri i dioksidit të karbonit ose përqindja e dioksidit të karbonit arritet? Po. Sigurisht që rritet. Çodishi rritet. Dhe si e menaxhojnë ata këtë? Atëherë, për këtë pyetje dhe për këtë kuriozitet dhe mrekulli, do të flasim në episodin e ardhshëm. Mirëmbetëshi dhe shpresojmë që me këto informacione që ua kemi dhënë, ju kemi ndihmuar sadopak. Mos ngurroni të na shkruani, të na komentoni për pyetjet, për sugjerimet, për këshillat, po ashtu edhe për kritikat. Sigurisht, nëse keni ndonjë informacion që kemi harruar ta thojmë, siç edhe pas kemi harruar të ju tregojmë se një koloni gjatë muajit të dimrit harxhon 30 deri në 100 gram mjalt gjatë 24 orëve. Varësisht sa është kolonia e fuqishme. Mesatare është 40 deri në 60 gram brenda 24 orëve kur kemi dimra të ftohta. Kjo është kuriozitet shumë interesant. Po. Atëherë, Për diçka tjetër, ju lutem na shënoni në koment. Nëse ju ka pëlqy video, por fundi din se nuk ju kushton, na jepni një like, abonohuni në kanal për video të tilla me plot informacione. ju falemderit dhe mirëmbëjtje. Faleminderit, shihemi në episodin e radhës.